Shumë që je dhe sot me ne. Do të nisim diskutimin për të folur rreth çështjes së presidentit, duke qenë se tashmë u bën disa ditë që gjykata kushtetuese ka marrë vendimin dhe se partitë tashmë kanë filluar në fakt edhe të akuzojnë kryeministrin Kurti se i njëjti nuk po i fton në takim dhe se nuk është sipas tyre nuk ishte interesuar që të bëjë zgjidhje për presidentin, por që të rrjedha fati dhe kështu ta shtyej sa më shumë. Si e shihni ju, Muhaxheri? Në fakt, unë fillimisht kam qenë skeptik edhe tek vendimi i gjykatës kushtetuese, e cila konsideroj që ka dalë nga mandati i saj, e ka marrë rolin e një ode kushtetuese ku pleshnon punë, gjë që nuk e ka për detyrë gjykata kushtetuese me nxjerr këto vendime ku jep të drejtë të dyja palëve, sepse nuk mund të kenë të drejtë të dyja palët, edhe 60 vjeçi, edhe 30 vjeçi. Por megjithatë unë mendoj, kam të drejtë të supozoj që gjykata kushtetuese ka mund të ketë presion të jashtëzakonshme, edhe jo publik, diçka që ne s'e kemi parë, sepse publik e kemi parë reagimet që sa presioni është ballafaquar gjykata kushtetuese nga deputetët e vendosjes, por megjithatë unë kam të drejtë të dyshoj që ata kanë pas edhe presion të fshehur, që gjë që ka bërë të nxjerrin këtë vendim të çuditshëm, dhe i cili japë 34 ditë kohë Albin Kurtit, kohë e cila nuk i shërben për ta zgjedhur presidentin, sepse nuk ka interesim për ta bërë këtë gjë, por një kohë që atij i përshtatet për ta deimunizuar Vjosa Osmanin, e cila tashmë i ka shkaktuar në opinionin publik dhe percepcioni publik aktualisht është që zoti Kurti është fajtori pse nuk e ka propozuar Vjosa Osmanin për një mandat të dytë, dhe kjo po ndodh për shkak se duhet kjo kohë i konvenon për ta përgatitur opinionin publik që nuk është fajtori ai, por fajtori janë të tjerët pse Vjosa Osmani dhe pse nuk ka president. Muhaxheri, besoni se sepse realisht Kurti kishte dërguar një ftesë për partitë politike opozitare para se të vende vendimi i gjykatës kushtetuese, ndërkësh një të tillë nuk e ka pas vendimet. Madje i pyetur nga gazetarët, ai para pak ditësh tha se kemi pothuajse edhe 30 ditë kohë dhe jo vetëm 3 ditë, më duhen edhe konsultime të brendshme. Pse mendon se Kurti, në fakt deri diku e arsyetuar, por pse mendon se një ftesë për partitë opozitare erdhi para vendimit të gjykatës kushtetuese dhe jo tani më pas? A ishte edhe ajo ftesa e parë vetëm sa për të thënë? Po, ai ishte paradoksi i cili në një stat kur institucionet si presidenca, si guverni i Kosovës ishin në një mas të përkohshme, duke pritur një vendim nga gjykata kushtetuese, ai i fton partitë politike krijën vesh për presidentin ku nuk di as vendimi i gjykatës kushtetuese. Dhe këtu qëndron paradoksi. Në momentin kur ka dalë vendimi i gjykatës kushtetuese, ai nuk e bën asnjë hap, dhe qëllimi është të lënë kohën të rrjedhë deri në javën e fundit, dhe aty pastaj të arrit presionin ndaj partive opozitare për ta zgjedhur kandidatin që ai dëshiron, e që në fakt është i preferuar i tij nga konjunkta. Po partitë opozitare nuk janë më të zhurmshme në këtë drejtim. Ato nuk i ndalë askush që të vinë ose të dalin me konferenca, me thirrje publike ose diçka të ngjashme që të ftojnë ndoshta edhe vetë të marrë iniciativën për të bërë zgjedhjen e çështjes së presidentit, apo realisht edhe partive opozitare po ju konvenon më shumë shkuarja në zgjedhje? Në një farë forme partitë opozitare nuk është që janë prononcuar për rastin. Ato kanë qenë gati për të takuar me Kurtin, madje në takuar 2-3 herë, edhe pse ai e ka keq përdorur takimin e tyre. Ata nuk është që nuk po deklarohen që nuk kanë gatishmëri, ata po thonë që ne kemi gatishmëri. Por nëse ata marrin iniciativë me 40 vota nuk kanë as ka shkojnë, sepse shumica si takon të njëjtat iniciativa, domthonë vetëvendosjes dhe Albin Kurtit, i takon ta marrë iniciativën për ta zgjedhur presidentin. Prandaj edhe ekziston kjo heshtje e partive politike opozitare, edhe kur dihet se këtu pjesën që ata tashmë e kanë humbur besimin tek zoti Kurti, duke parë që ai ka keq përdorur edhe takimet e tyre, dhe natyrisht edhe ata një farë forme janë duke prit të rrjedhë kjo fakt dhe të shkojnë në zgjedhje në momentin kur nuk e shohin iniciativën nga i pari. E qartë. Sopjani? Se dorën zemrën nuk kanë as çka të bëjnë. Po.